Për shkak të zbritjes së Kur'anit, Xhibrili ka marrë epitetin meleku më i lavdruar. Për shkak të zbritjes së Kur'anit, muaji Ramazanit është muaji më i lavdruar. Për shkak të zbritjes së Kur'anit, tek ky ummet quhet khairu umma. Ummeti më i mirë. Ummeti më i mirë. Pra gjithë kjo begati rrjedh nga vetë Kur'ani, nga fjala e Allahut dhul xhelal. Atë pyetje që e bëhet është shumë interesant, po ja që jo unë ti, por kjo që ti bëhet dhe njëherë thote, a nuk është boll, nuk ndodh as te xhamati rëndomt. Nuk ndodh. Si? Për shembull në Taravi, që marrim vesh shembull Taravi. 20 rekat plus në 2 rekatet e para të farzit, edhe në 3 të salat e vitit, penjes edhe 20-25 herë. Në një Taravi, në një natë, mos flasim 30 net, gjatë një nate të Taravis, imami këndon Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Në të parin, në të ditin, në të tretin, deri 25 herë. Asnjë muslimanit, asnjë xhamatit nuk i shkon mendja thotë, a përsëri elhamin? Subhanallah. Normal. Një ilahi, apo diçka, një poezi, apo një fjalim, nëse e përsërit 3 herë, 4 herë, e kom go. Në qetë edhe ligjërat, kemi shumë, edhe ligjërat, sa e mirë, dëgjon disa herë, po e di. Ilahi e bukur e mirë, poezi. Kur'ani është fjala e Allahut dhe urtësia e tij është që nuk ngopet njeriu duke lexu, nuk ngopet duke ndëgju, madje që po i marrim shembull për xhamatin e rëndomt. Njerëzit e rëndomt, mos flasim për njerëzit që edhe e shijojnë edhe e kuptojnë. Ato vetëm që thash 25 herë brenda gjatë një nate lexohet Elhamdulillahi Rabbil Alamin edhe nuk i bëhet kujt manaton.